Sot jam në një nga qytetet më të bukur që ka Shqipëria. Jam në Vlorë dhe nuk ishte se si mos të vija te shtëpia e flamurit. Siç e dini, kjo është ndërtesa më historike që ka Shqipëria. Është bërë shumë bukur, kisha vite parë te kjo zonë. Siç e dini, i madhi Ismail Qemali bashkë me delegatët nga gjithë Shqipëria, ja te ky kati 2 tu kanë ngrit flamurin. Është një nga ato vende që tani që po flas ta bën mishin kokër. Nuk e di pse e kanë këtë ndjenjë, po besoj e keni edhe ju tjerët kur keni ardhur ta vizitoni këtë vend. Vlora është bërë shumë bukur. Ja dhe busit madhe Luiz Gorakuqi, ja. Shikoni sa i bukur ky pusi, shikoni. Lexoni edhe pak të tabelën që thot Muzeu Kombëtar i Pavarësisë. As diskutohet që është monument kulture dhe që mbrohet nga shteti. Nëse nuk e mbron shteti, e mbrojnë shqiptarët pastaj. Ja dhe si duket busit madhe i Ismail Qemali, ja. Kisha parë në për video ndryshimet e mëdha që janë bërë këtu. Më pëlqejnë, mund të ishin bërë dhe më mirë, po të kënaqemi me këto që kemi. Kështu që shqiptar nga do që jeni, sa herë që të vini në Vlorë, e dini vetë. 5 minuta këtu me familjen, bëni ja 2-3 foto dhe respekt e të gjitha.